Udhëtarët e mëshirës. Në këto ditë të mëdha dhe të bekuara të muajit Dhulhigje, zemrat e miliona besimtarëve rrahin drejt një vendi të vetëm, drejt Mekës, qytetit të shenjtë të muslimanëve. Nga çdo cep i botës, njerëz me gjuhë, ngjyra dhe kultura të ndryshme lën pas jetën e përditshme dhe nisen drejt shtëpisë së Allahut, të veshur me rrobat e bardha të ihramit, si simboli barazisë, pastërtisë dhe dorëzimit ndaj krijuesit. Ata nuk janë turistë, ata nuk janë udhëtar të zakonshëm, ata janë mysafirët e Allahut. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: luftëtari në rrugën e Allahut, haxhiu dhe ai që kryen umre janë mysafirët e Allahut. Ai i thiri dhe ata ju përgjigjen, ata i kërkojnë atij dhe ai u jep. Sa madhështore është kjo thirrje. Një ftesë nga Zoti i qiejve dhe i tokës, një ftesë që nuk u jepet të gjithëve. Në këtë ditë, Mesxhid Al-Haram mbushet me zemra që kërkojnë falje. Dikush qan për gjunajt e së kaluarës, dikush lutet për prindrit, dikush kërkon shërim, dikush tjetër falënderon Allahun që më në fund ja mundsoi këtë udhtim. Por pyetja më e rëndësishme është: si duhet ta shfrytëzoj haxhiu këtë kohë para fillimit të riteve të haxhit? Këto ditë janë ndër ditët më të dashura tek Allahu. Profeti alayhis salam ka thënë: nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu se sa këto 10 ditë. Prandaj haxhiu mund ta mbush kohën e tij me dhikr dhe përmendje të Allahut, lexim të Kuranit, dua të sinqerta, istighfar, kërkim falje, sadaka dhe mirësi ndaj njerëzve, namaz vullnetar dhe lutje nate, sepse në Mekë shpërblimet shumë pishohen. Një namaz në Qabe vlen më shumë se 100.000 namaze diku tjetër. Zemra që pastrohet para se të filloj haxhi. Haxhi nuk është vetëm një udhtim fizik, është një rilindje shpirtërore. Haxhiu duhet të hyjë në këtë adhurim me zemër të pastër, pa urrëtie, pa mendje madhësi, pa padrejtësi ndaj njerëzve. Allahu thotë në Kur'an: haxhi është në muaj të caktuar, e kush vendos ta kryejë haxhin, nuk duhet të ketë marrëdhënie intime, shturje apo grindje gjatë haxhit. Surja Al-Bekare 197. Këto fjalë janë një edukim hyjnor. Allahu nuk kërkon vetëm lëvizjen e trupit, ai kërkon pastërtinë e zemrës. Kur fillon haxhi, fillon edhe udhtimi drejt faljes. Kur haxhiu vesh ihramin dhe thot: lebejke, Allahume, lebejk, të përgjigjem, o Allah, të përgjigjem, ai shpall para botës se i është përgjigjur thirrjes së Allahut. Pamja e miliona njerëzve të veshur njësoj është një kujtesë e ditës së gjykimit. Nuk ka dallim mes të pasurit dhe të varfrit, mes mbretit dhe punëtorit. Të gjithë janë robër të Allahut. Ata ecin drejt Qabes, shtëpisë së parë të ngritur për adhurim. Allahu thot: shtëpia e parë e ngritur për njerëzit është ajo në Beke, Mekë, e bekuar dhe udhëzim për botët. Surja Al-Imran 96. Kulmi i haxhit është dita e Arafatit. Në fushën e malit të Arafatit, miliona njerëz ngren duart drejt qiellit. Disa qajnë me zë, disa heshtin, disa nuk dinë çfarë të kërkojnë, vetëm lotojnë. Profeti Muhammed a.s. ka thënë: haxhi është Arafati, dhe gjithashtu nuk ka ditën në të cilën Allahu liron më shumë robër nga zjarri se sa dita e Arafatit. Sa shpresë ka në këtë ditë, sa zemra ndryshojnë përgjithmonë. Çfarë merr ai që lë shtëpinë, lodhet, sakrifikon pasurinë dhe udhton për Allahun? Profeti Muhammed a.s. dha përgjigjen më madhështore: kush kryen haxhin për hir të Allahut dhe nuk bën gjunahe apo shturje, kthehet si ditën që e ka lindur nëna, pa gjunahe, i pastër, i falur. Çfarë dhurate më e madhe mund të ekzistojë? Në një hadith tjetër, profeti alayhis salam tha: haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetin. Si kthehen haxhinjt në shtëpitë e tyre? Ata kthehen të njëjtat njerëz, kthehen me zemër më të butë, me sy që kanë parë Qaben, me gjuhë që ka përmendur Allahun në Arafat, me shpirt që ka shijuar afërsinë me Zotin. Disa kthehen duke qarë nga mallëngjimi, sepse e kuptojnë se ditët më të bukura të jetës së tyre ndoshta kanë kaluar. Dietarët islam kanë shkruar se një nga shenjat e haxhit të pranuar është që njeriu të bëhet më i mirë pas kthimit, më i përulur, më i devotshëm, më larg gjunahut. Hasan el-Basri ka thënë: haxhi i pranuar është ai pas të cilit robi largohet nga dunjaja dhe afrohet me ahiretin.
Allahu nuk i humbet veprat e robërve të tij. Në Kur'an ai premton: "Dhe shpalliu njerëzve haxhin. Ata do të vinë tek ti në këmbë dhe mbi çdo kafshë të dobët udhëtimi, duke ardhur nga çdo rrugë e largët." Sura El-Hajj 27. Ky ajet vazhdon të realizohet çdo vit. Miliona zemra i përgjigjen thirrjes së profetit Ibrahim, një thirrje që përshkoi shekujt, një thirrje që ende dëgjohet në zemrat e besimtarëve. Haxhi nuk është fundi i një udhëtimi, është fillimi i një jete të re. Është momenti kur robi kupton se lumturia e vërtet nuk gjendet në pasuri, fam apo dynja, por në afërsinë me Allahun. Dhe ndërsa miliona haxhinj luten pranë Ka'bes në këto ditë të bekuara, ummeti Islam lutet bashkë me ta: "O Allah, pranoje haxhin e tyre, fali gjunahet e tyre, kthej në shtëpitë e tyre të pastër si dita kur kanë lindur, dhe na bëj edhe ne prej atyre që një ditë do të përgjigjen